mbrojtjen. Sulmi ndaj njëri tjetrit është sulm ndaj të gjithëve. Ky është mesazhi që NATO-ja riafirmoi në deklaratës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se SBA mund të ndërmarrë një tjetër sulm ndaj Iranit, duke deklaruar se sonte do të godasin fort. Nuk dua të merrem me ta, janë lum. Ata njerëz të sëmur, udhëhiqen nga njerëz të sëmur. Për sa më përket mua, kam mbaruar. Nga ana tjetër, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan bëri thirrje për heqjen e kufizimeve në bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes vendeve aleate të NATO-s. Erdogan gjithashtu theksoi se është e rëndësishme të shmangën politika që mund të cënojnë unitetin dhe kohezionin e aleancës. Ndërsa aleatët evropian marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e kontinentit, ne duhet të përmbahemi nga masat që mund të dëmtojnë kohezionin dhe marrëdhëniet transatlantike të aleancës. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konfirmoi se samiti i arshëm i NATO-s do të mbahet në Tiranë, duke hedhur poshtë raportimet që vënë në dyshim organizimin e tij. Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë, po ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thotë dhe thot atë që bën, kështu që samiti i arshëm do jetë në Ndërkaq, bazuar në vlerësimet e fundit të shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s, të publikuara të martën, 32 anëtarë të aleancës pritet të shpenzojnë së bashku mbi $1.8 trilion për mbrojtje në vitin 2026. SBA parashikohet të mbetet deri më tani shpenzuesi më i madh ushtarak i aleancës, me shpenzimet e mbrojtjes së vlerësuara në $1.3 trilion, që përbëjnë afërsisht 57% të shpenzimeve totale të NATO-s. Gjermania pritet të renditet e dyta, me rreth $147 miliard, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar $110 miliard, Franca $80 miliard, Italia $57 miliard, Polonia $53 miliard, Kanadaja $52 miliard dhe Turqia me $48 miliard. Ndërkaq NATO vlerëson se 5 aleatë si Lituania, Estonia, Letonia, Polonia dhe Greqia do të shpenzojnë më shumë se 3.5% të PPB-s për mbrojtjen thelbësore në vitin 2026, duke tejkaluar standardin e rënd dakord nga udhëheqësit e aleancës në samitin e Hagës në vitin 2025. Për rëndësinë e përfshirjes së Kosovës në këto procese, ka folur edhe analisti politik Burim Korça, i cili vlerësoi se pjesëmarrja e Kosovës në samite të tilla do të ndikonte në forcimin e profilit të saj ndërkombëtar dhe rritjen e rolit të saj në çështjet e sigurisë. Pjesëmarrja do të forconte profilin ndërkombëtar të Kosovës dhe do të demonstronte një angazhim të saj për sigurinë euroatlantike. Ndërkaq, njohësi i çështjeve gjeopolitike Lutfi Bilali theksoi se pjesëmarrja e mundshme e Kosovës në këtë samit do të kishte rëndësi të veçantë, edhe në aspektin e sigurisë së vendit dhe për pozicionimin e saj në arenën ndërkombëtare. Do ishte e rëndësishme që një delegacion nga Kosova të ishte pjesëmarrës, ndoshta edhe kështu kuluareve të sallave të ndryshme të jetë pjesëmarrëse, sepse është me rëndësi dhe ambicia e Kosovës është të jetë sa më shpejt antare NATO. Në komunikatën përfundimtare të samitit, NATO e cilësoi Rusinë si kërcënim afatgjat për sigurinë dhe stabilitetin euroatlantik, ndërsa riafirmoi angazhim për mbrojtjen kolektive. Aleatët shprehen gjithashtu mbështetje të palëkundur për Ukrainën dhe theksuan nevojën për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të aleancës, përfshirë ato konvencionale, bërthamore dhe në fushën kibernetike. Po ashtu, aleatët shprehin synimin për ndërtimin e një Europe më të fortë, brenda një NATO-je më të fortë, duke theksuar se aftësia parandaluese dhe mbrojtëse e aleancës do të mbështetet në një kombinim të kapaciteteve bërthamore, konvencionale dhe të mbrojtjes nga raketat, të plotësuara me aftësi në hapësirë dhe në fushën kibernetike. OSBE ka